A e dini se lutjet e agjëruesit nuk kthehen mbrapsht? Në një ajet Kuranit, Allahu thot: Kur robërit e mi besimtar të pyesin për mua, thuaju se unë jam afër. U përgjigjem lutjeve të lutësit kur ai më lutet mua. Prandaj, le t'i përgjigjen thirrjes sime dhe le të më besojnë mua, për të qenë në rrugë të drejtë. Dërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Ati që agjeron Ramazanin me besim dhe duke llogaritur në shpërblim, do t'i falen mëkatet e kaluara. I dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka thënë: 3 vetave lutjet nuk u kthehen mbrapsht: agjëruesit derisa të bëjë iftar, prisi të drejtë dhe atij që i është bërë zullum. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë në një hadith tjetër: Vërtet, agjëruesi ka një lutje në kohën e iftarit, e cila nuk kthehet mbrapsht. Andaj cakto një kohë në të cilën do t'i bësh lutje Zotit tënd bujar për çdo ditë Ramazani. Ndërsa Ebu Abdullah el-Bunaxhi thoshte: është për t'u çuditur me njeriu që e gjen te Zoti i vet gjën për të cilën ka nevojë, ndërkohë e kërkon atë nga robërit.